Po, përveç kësaj, këta pacientë të cilët kanë këto shqetësime, a hinë në këtë listë të rrezikshme të bërjes së pushime edhe persona që para verës kanë pas intervenime, qoftë stent, qoftë pacemaker, qoftë çfarëdo intervenimi kirurgjik të lehtë të rënd, nëse e kanë bërë para verës, a mund këtë verë të shkojnë në pushim? A janë në listën e këtyre të rrezikuarve? Edhe kjo është shumë e dëshueshme për konsideroj për publikun, sepse vazhdimisht kemi pacientë që interesohen për me të njohur shumë pjatë pyetjet pacientëve këtu. Me të vërtet. Edhe kjo është shumë individuale. Mund të jetë një intervenim i cili ka ndodhur tani që ne i thëjmë angin pectoris, që nuk ka pasur në zemër, por ka pas një ngushtim të damarëve të zemrës, dhe është vendosur stenti. Ai është pacient plotësisht shëndosh, përveç barnave që kam i marr. Nuk i ka asnjë problem. Sikur përpara që ka qenë, edhe tash është. Thjesht duhet aty i them, duhet të kujdesen për lëndime, sepse barna që i marrin bëjnë hollimin e gjakut që mund të pas gjakderdhje nëse ka lëndime, për këtë arsye ku ti ekspozohen këtyre pushimeve mund të kenë aftësime të mëdha, gjasme të mëdha që të lëndohen në gur ose diçka tjetër dhe më pas gjakderdhje më shumë. Kjo është problem. Nëse ka pas sulm zemër dhe është intervenuar, edhe kjo është individuale. Ka dikush që ka lënë sulm zemër, po e kryen intervenimin me kohë dhe trajtimi është i suksesshëm dhe kthimi i gjakut është komplet dhe kthimi i funksionit të zemrës është komplet, ai me të vërtetë nuk ka ndonjë rrezikshmëri. Por në qoftë se sulmi ka bërë dëme të mëdha në zemër, sigurisht ai pacient është i rrezikuar dhe duhet më ndru komplet, sepse ai pacient prej sulmit ka lënë në një smundje tjetër që thirret insuficiencë kardiake. Insuficienca ose pamjaftueshmëria e zemrës është smundje e rëndë që në qoftë se është në shkallë të avancuar, sigurisht që pushimi i tij do të jetë i vështirë. Për këtë arsye në botën e jashtme njerëzit që kanë sulm zakonisht shkojnë në rehabilitim. Dhe rehabilitimi është i sakt për smundje të caktuara dhe ata ditë i ekspozohen aktivitetit fizik që të mësohet edhe pacienti me gjendjen e tij të re klinike se sa është i aftë për punë, sa është i aftë për aktivitete ditore dhe cilat punë mund të kryejë dhe cilat mund mos të kryejë. Te ne nuk i kena në qendër rehabilitimit të tillë, kështu që zakonisht do thotë me pacient bëhet në mënyrë individuale ky titrim.